Këtu nuk është çështje bllofesh, këtu është çështje kohe. Si do ta fitojmë kohën. Dhe ajo që kam deklaruar që në fillim i qëndroj asaj që kam deklaruar, kur kam thënë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës u futën pa një strategji në këtë konflikt dhe nuk kanë një strategji se si do dalin. E vetmja strategji tashmë që i mbetet Amerikës është ta shtyj me këtë lloj deklaratash, me cicmicet në Hormuz, s'kalon e bllokun se kanali i Hormuzit është i minuar në të njëjtën kohë kur nuk kemi një tanker të vetëm, një anije të vetëm që të ketë hasur në mina, se ky kanal është i bllokuar, një tanker apo një anije do hasin në një minë, sepse kemi pas edhe lëvizjet pa kontrolluara, pra jo në atë rrugën që ka përcaktuar Irani, anijet të cilat para 3 ditësh i ndaloi Irani. Ato bën një lëvizje tjetër. Pra jo në atë itineraren që ka përcaktuar Irani, po bën një lëvizje tjetër. Nëse ta kishin bërë një lëvizje tjetër dhe kanali i Hormuzit ishte i minuar, atëherë do hasnin në mina. Çuditërisht nuk hasi asnjëra. Po nga ana tjetër, cila është arma sekrete e Iranit që po e luan qoftë si kartë në negociata, po ashtu edhe përgjatë luftimeve që pam përgjatë muajit të fundit, apo ndërkohë edhe tani në terren? Irani ka një kartë. Nuk mund të themi se ka kartë, çfarë kartë të rëndësishme se në luftë asnjëri si di se si janë kartat, por gjatë luftimeve 40 ditore që u bën, Irani në mes luftimeve deklaroi që ne kemi një armatim tjetër të pa nxjerrë akoma dhe e nxori ajo që ishte raketa themi fishek zjarr që lëshonte edhe bombat e tjera. Pra, e bëri këtë deklaratë dhe këtë deklaratë kur ai e bëri këtë deklaratë ai e vërtetoi që e kishte. Pra nuk ishte bluff. Një deklaratë bluff. Dhe ky prodhim rakete ishte i vitit 2014. Sot jemi 2026. Nuk di se çfarë ka të bërë një deklaratë tjetër ku ka thënë që kemi një armë tjetër që nuk e kemi nxjerrë akoma. Dhe ndoshta thash mund të jetë edhe ky raketa kineze, mund t'ja ketë sjellë kinezi, se mos harrojmë se Irani komunikimin nuk e ka vetëm me kanalin e Hormuzit. Irani lidhet me Turqinë, lidhet me Rusin, lidhet me Azerbajxhan, lidhet me Pakistanin, lidhet me Afganistanin, pra nuk e ka të kufizuar vetëm në kanalin e Hormuzit komunikimin me botën tjetër. Siç mund të jetë Arabia Saudite apo Shtetet Arabe që janë aty të ndet edhe te kanali i Hormuzit do t'i kalojnë si s'kan ku kalojnë tjetër. Irani e ka mundësinë e komunikimit me të gjitha. Mirë po, ajo që duhet theksuar, të gjithë deklaratat që ka bërë Irani deri më sot nuk kanë qenë bllofe. Të paktën e ka treguar deri më sot që nuk kanë qenë bllofe. Nuk ka qenë bllop as deklarata ku ato kanë bërë me vite që thoshin që motin po na i ndryshon në Izraeli. Dhe në luftën 40 ditore ata goditën qendrën meteorologjike të Izraelit dhe çuditërisht pas kaq viteve në Iran bie shi, bie borë, bëhen përmbytje. Pra vërtetoi atë çfarë kishte thënë. Kjo tregon që Irani ka 50 vjet që stërvitet dhe bëhet gati për një ndërhyrje të tillë. Patjetër që dhe Izraeli ka kohë që kërkon me çdo kusht që të sulmojë Iranin dhe ta nënshtrojë Iranin. Janë dy përballje të dy shteteve që ndodhin në lidhjen të mesme. Irani në luftën 12 ditore nuk e kishte këtë lloj aleance qoftë me Rusinë apo me Kinën. Nëse në këtë luftë ata i përgatitën sepse mas luftës 12 ditore mos harroni që Irani bëri një marrëveshje me Kinën për përdorimin e dy satelitëve kinez, pra dy satelitë ose
siç quhen ndryshe, domethënë dy opsione të ndryshme kineze, që Irani përdor sot ato, të cilat japin gjithë komunikimin, të gjithë vendodhjet e anijeve dhe të aeroplanëve apo forcave ushtarake, ku nëpërmjet satelitit ata nuk e marrin tashmë, e marrin direkt sinjalin, nuk e marrin nëpërmjet Kinës për ta përpunuar, qoftë edhe goditet shpërdohet në luftë teknologjike sot. Kështu që Irani në këtë pikë nuk Irani qysh ditën e parë, madje kur Irani ka botuar, i nxorri ato 6 pikat e para, unë kam botuar ato. Ato po të shohësh, Irani i ngelet këtë ato 6 pikat e para, pavarësisht nga fjalët e tjera apo shtojë në ai gjë. Dhe Amerika ka ngel këto 10 pikë si parë, pavarësisht se i bën një herë i bën 20, një herë i bën 15, kjo nuk ka asnjë rëndësi, por edhe Amerika ka atë pjesën e vet. Dhe kemi një ndryshim në gjeopolitikën botërore, kjo duhet pranuar. Por ajo çfarë nuk e priste, qoftë edhe vetë presidenti Trump, nuk e kishte llogaritur, nuk kishin llogaritur ndërhyrjen e NATO-s. Që NATO mos ndërhyrte në këtë konflikt. Nëse NATO do kishte ndërhyrë në këtë konflikt, keni të bindur që Amerika e kishte shumë më thjesht për të tërhequr, sepse do t'ia lete NATO-t së dorë, një e para, dhe pas datës 10 maj, presidenti i Amerikës nuk do të kishte nevojë të kërkonte leje në Kongres, sepse ishte NATO që ishte futur, nuk ishte Amerika, pra Amerika ishte ndihmëse. Dhe në këtë konflikt tashmë është ajo pjesa që si do dalësh tashmë nga ky konflikt. Se gjithë ideja është si do tërhiqet Amerika nga ky konflikt. Zoti Merkoçi, po. Zoti Merkoçi, një aktor shumë i rëndësishëm lindjen e mesme është deri diku edhe Turqia, të cilën Izraeli, të paktën në analizat në mediat izraelite, cilësojnë Turqinë si Irani i ri, sa i përket aspektit kapacitetit që ajo ka, apo edhe rolit që luan her pas here. Në këtë rast, apo mundohet Izraeli që ta përfshijë Turqinë në një konflikt të mundshëm, apo që ta tërheqë atë në një përplasje në të ardhmen? Patjetër që Izraeli kërkon që ta fusë Turqinë në lojë, në këtë lloj konflikti u mundua, qoftë edhe me ato dronet që lëshohet apo raketat që lëshohet kundër binin në Turqi. Ishin 3-4 raste ku Turqia nuk pranoi në asnjë moment që të pranonte që ishin raketa iraniane dhe e shmangu. Kjo ishte ajo strategjia për ta futur Turqinë në lojë, për të vetëm në arsye sepse Turqia është e NATO-s, është pjesë e NATO-s. Duke qenë pjesë e NATO-s, pra do quhesh sulm kundër një vendi të NATO-s. Në momentin që quhet sulm kundër një vendi të NATO-s, atë do zbatojë amendamenti 5 dhe e gjithë NATO do futesh në luftë me Iranin. Dhe Izraeli këtë kërkonte, se Izraeli vetë nuk është NATO, kështu që Izraeli këtë kërkonte, që ta fuste Turqinë. Mirë, po kur u pa kjo lloj skeme, atëherë Izraeli, Netanyahu vetë ka deklaruar që pas shiitëve radhën e kanë sunitët. Pra pas Iranit radhën, në një rast se mundet Irani, do filloj përballje me Turqinë. Turqia u mundua të bëjë ca deklarata, por Turqia është deklarative gjithmonë, nuk është ndonjëherë konkrete. Po e përballon dot Izraeli Turqinë? E dyta, Izraeli ka Amerikën, atëherë do futemi në konflikt me NATO-n. Dakor? Sepse Izraeli gjithmonë nga mbrapa ka Amerikën, nuk është se është Izraeli vetëm, se vetëm s'ka çfarë bëj asgjë, po gjithë e ka me Amerikën. Kështu që Turqia nuk është se është kaq pro Iranit themi. Turqia, Irani, jo pa që në thash, edhe kur u zgjodh Pakistani nuk u zgjodh Turqia, sepse Irani e di shumë mirë, nuk i ka shumë besë Turqisë. Turqia nuk ka luajtur ndonjëherë pro vendeve të lindjes. Sepse në luftën
e Gazës Turqia nuk ka bërë asgjë. Në luftën me Iranin, nëse Turqia do të ishte pro Iranit, gjëja e parë që do bënte Turqia do mbyllte rubinetin e naftës që shkon në Izrael, që shkon nga Azerbajxhani shkon në Izrael. Turqia nuk e bëri një gjë të. Përkundazi, gjithë makineria e Izraelit furnizohet nga Turqia. Për që nuk ja kanë shumë besë në vendet, Irani nuk ja ka shumë besë në Turqisë në ato çfarë thotë. Turqia gjithmonë është deklarative tash, nuk është konkrete. Por në një moment kur Irani i tregoi ky Izraeli i tregoi dhëmbët, dhe tha ne do të sulmojmë, dhe këtë sulm Izraeli nuk e bëri se ju do të Turqisë, por Turqia prodhoi një raket e cila ishte me 1000 kilometra, gjë që kapi Izraeli. Në këtë moment është bërë deklarata. Kur Turqia deklaroi prodhimin e kësaj rakete, në atë moment Izraeli bëri këtë lloj deklarate. Pra nuk e bëri më përpara. Por nëse do ishte vërtet një konflikt ndërmjet Turqisë dhe Izraelit, gjëja e parë që bën Turqia, kashi Izraeli nuk e godet, i mbyll rubinetin e naftës. Dhe me mbylljen e rubinetit naftës, Izraeli fiket fare, nuk ka ku merret me asnjë vend. Kështu që nuk ka nevojë. Ushtria turke vërtet është një ushtri e madhe ose e dyta pas Amerikës në NATO, por nuk do të harruar për asnjë çast që Turqia nuk i ka provuar ndonjëherë ushtrinë. Turqia e ka ushtri paqe. As luftën e dytë botërore Turqia nuk ka marrë pjesë në luftë. Turqia e ka ushtri paqe. Është ndryshe një ushtri paqe dhe është ndryshe një ushtri në luftë. Nëse konflikti Rusi-Ukrainë tregoj shumë gjëra. Dhe nuk është e thjeshtë të marrësh një ushtri të paqes ta hedhësh në luftë direkt. Stërvitjet që bëhen, stërvitjen kohë paqe nuk janë reale me atë të luftës. Nëse Korea e Veriut, po kthehemi tani, Korea e Veriut dërgoi trupa në Rusi, nuk i dërgoi thjesht si trupa, po i dërgoi trupa për të stërvitur në terren luftimin. Pra ka një dallim shumë të madh. Dhe Turqia vërtet e ka ato ushtri më të madhe. Pasnjëherë nuk ka qenë në front lufte. Që themi që është përballur ushtria turke me X vend. Pra ne thesh, Turqia ka ngel gjithmonë që ajo deklarativja. Nuk ka pas lëvizje konkrete. Nëse Irani do ta kishte të besuar në vetë Turqinë, keni të bindur që Turqia do të ishte negociatore kryesore. Po mos harroni se negociatore kryesore nuk ishte as në atë që u mundua në konfliktin Rusi-Ukrainë. Edhe aty dështoi. Pra ne them është këto janë deklaratat të cilat edhe Izraeli i bën për treguar sikur Izraeli është kundër Turqisë, në realitetin tregon ndryshe.